Në një vizitë në shtëpinë e të moshuar e Fier, ku dy kompanitë, Eagle Mobile dhe Alp Telecom, dhuruan mobilje, zëvendës drejtori i përgjithshëm njëkohësisht dhe drejtori i grupit të marketingut në Alp Telecom dhe Eagle Mobile, zoti Orkun, tha se Alp Telecom dhe Eagle Mobile nuk kanë si qëllim të vetëm fitimin në treg, por një pjesë të fitimit të tyre ta kthejnë në kontribute, projekte dhe sponsorizime për shtresat e nevojë. Ne jemi shumë të gëzuar që me vizitën tonë dhe përmes këtij donacioni të kemi mundur të sjellim buzëqeshje në fytyrën e tyre, u shpreh ai. Ndërkaq, drejtoresha e shtëpisë të moshuarve Fier, Vasilika Mëngjesi, falenderoi kompaninë Alp Telecom dhe Eagle Mobile për mbështetjen e dhënë për këtë qendër dhe pjesëtarët e saj dhe tha se në sajt të mbështetjeve nga kompanitë, shoqatat dhe bizneset, kjo qendër mbulon nevoja të konsiderueshme për të moshuarit. Të cilët ne shpesh në praktikën e punës tonë bashkëpunojmë me donatorët, shoqatat, fondacionet, dashamirës të moshës së tretë për të kompensuar atë pak që ne nuk e plotësojmë dot nga fondet e buxhetit të shtetit. Sinqerisht ndihemi të privilegjuar, besoj dhe ju pajtoheni me mendimin tim. Alp Telecom dhe Eagle Mobile, në fokusin e projekteve të përgjithshme sociale, i kushtojnë një rëndësi të veçantë mbështetjes së shtresave në nevojë. Edhe më parë Alp Telecom dhe Eagle Mobile kanë ndihmuar moshat e treta, duke dhuruar mobilje për qendrën polivalente ditore të shërbimeve sociale në qytetin e Kamzës. Të pranishëm në ceremoninë e dhurimit ishin zëvendës drejtori i përgjithshëm i Alp Telecom dhe Eagle Mobile, zoti Orkun Yozgat, si dhe drejtues të tjerë të dy kompanive.